Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndaluar edhe një herë tek më i preferuar juaj tek Gjesti. Unë ju kam premtuar që do të sjell të gjitha lajmet të atyre që ju dëshironi më shumë dhe nëse unë diçka haroj të veproj apo diçka nuk arrit do ta sjell, ju lutem më shkruani në koment të preferuarin tuaj që unë t'u sjell lajmet edhe ta komentoj. Do të ndalojmë edhe një herë tek Gjesti. Gjesti pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 4 ka nisur rrugtimin e tij të karrierës, ka nisur rrugtimin e tij të artit me shumë vullnet, me shumë dashuri dhe pozitivitet. Koncerte pafund, mbrëmje pafund, veçanërisht muaj maj, po ky muaj që jemi tani Gjestin e pret me shumë koncerte në për të gjitha vendet e Europës dhe më pas në qershor Gjestin do të kenë fatin që ta shikojnë nga afër dhe të ndjekin performancën e tij, por edhe këngët e bukura që Gjesti këndon shqiptarët e New Yorkut. Pas një udhëtimit emocional, shpërthyes dhe thellësisht transformues në Big Brother VIP Albania 4, Gjesti nuk është më thjesht një emër i njohur për ndjekësit të muzikës edhe të artit shqiptar, por ai është kthyer në një fenomen publik, një artist që arriti të prek zemrat e publikut jo vetëm përmes artit të tij, por edhe përmes karakterit të sinqertë, energjisë dhe pozitive dhe mënyrës se si qëndroi besnik vetes në një nga skenat më të vëzhguara të televizionit shqiptar, Big Brother VIP Albania. Sot, vetëm pak javë pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 4, Gjesti po e shijon një sukses që ndoshta as ai vetë nuk e kishte parashikuar me këtë intensitet. Muaji maj është kthyer për të në një maraton të vërtet artistike, koncert pas koncerti, event pas eventi, ai po përmbytet nga dashuria e publikut, nga duartrokitjet e fansave dhe nga ftesat e shumta për të performuar në çdo cep të Shqipërisë edhe më gjerë. Nuk e besoj ende, ka thënë ai në një prononcim të shkurtër për mediat, ndërsa përgatitej për një tjetër dalje skenike. Ky është një sukses që më duket sikur po e jetoj në një ëndër. Faleminderit publikut që ma ka bërë të ndjej se çfarë do të thotë të jesh i dashur, i pranuar dhe i vlerësuar për atë që jem. Për Gjestin, Big Brother VIP ishte një trampolin, jo për të ndryshuar atë që ai është në thelb, por për t'i dhënë një zë më të fuqishëm atij artit artistik dhe artistit në fjalë, që kishte kohë që punonte me pasion edhe me shumë këmbëngulje. Brenda mureve të shtëpisë më të famshme, ai nuk u shfaq vetëm për sensin e tij të humorit apo për marrëdhënien e përfolur me Eglitakon, por mbi të gjitha për energjinë që i transmetonte publikut, për kulturën e komunikimit dhe për mungesën e maskave. Pas këtij shpërthimi televiziv, kërkesat për të janë rritur në mënyrë eksponenciale. Kalendari i tij për muajin maj është thuajse i mbushur plot, net artistike në klubet më të njohura në Europë, pjesëmarrje në evente të rëndësishme, intervista, por edhe shumë angazhime me fansat që mezi presin ta takojnë nga afër. Ajo që bie në sy është fakti se ndryshe nga shumë figura të momentit, Gjesti është treguar tepër i përulur përballë këtij suksesi. Nuk e sheh veten si një yll, por si një artist në rrugtim, një rrugë që është nisur me pasion dhe që kërkon shumë punë për ta çuar drejt majave të saj. Por ndoshta pika më kulmore e këtij rrugtimi artistik do ndodhë në muajin qershor. Gjesti do të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një hap i madh dhe i merituar për një artist që po shndrohet në simbol të një brezi të ri muzikantësh shqiptar. Në një turne të organizuar në disa qytete ku jetojmë komunitetet më dha shqiptare si New Yorku, Detroit, Chicago dhe Boston, Gjesti do të performojë për bashkëdhetarë që mezi presin të ndjejnë aromën e Shqipërisë përmes muzikës së tij. Ky turne në SBA nuk është vetëm një sukses profesional, por edhe një dëshmi e përhapjes të ndikimit të tij përtej kufive kombëtar. Organizatorët flasin për interes të jashtëzakonshëm, ndërsa biletat në disa qytete kanë filluar të shiten me shpejtësi. Për shumë shqiptarë në diasporë, takimi me Gjestin është më shumë se një koncert, është një mënyrë për të lidhur emocionalisht në vendin e tyre,
për të përjetuar përmes tij emocione që i kanë ndjekur javë pas jave në ekran dhe gjithçka tjetër. Njëri nga organizatorët në SHBA deklaroi: "Gjesti nuk është thjesht një këngëtar, ai është kthyer në një simbol për shumë të rinj shqiptar që ndjen të përfaqësuar nga një figurë e vërtet që nuk ka luajtur rol, por ka qenë vetvetja. Ka një uri të madhe për ta parë dhe për ta dëgjuar nga afër atë. Ajo që e bën Gjestin dhe më të veçantë në sytë e publikut është modestia e tij. Edhe pse sot është ndër emrat më të kërkuar në skenat shqiptare, ai nuk ka humbur lidhjen me realitetin, as me rënjët e veta. Nuk ka ndërtuar sjellje, nuk ka ndryshuar qëndrim. Përkundrazi, ai vazhdon të komunikojë me të njëjtën thjeshtësi dhe sinqeritet me fansat e tij, duke i bërë të ndjenë pjesë e suksesit të tij. Në intervista të fundit, ai ka theksuar shpesh se dëshiron të fokusohet tek muzika dhe krimtaria, duke dhënë mesazhe pozitive me besim se arti ka ende fuqi për të ndryshuar jetët e njerëzve. Ndaj projektet e tij muzikore janë tashmë në punë, edhe pas rikthimit nga SHBA, pritet që ai të publikojë edhe disa këngë të reja që sipas dërave të brendshëm do të jenë një tjetër nivel krejtësisht. Në një treg ku shpesh fama ndërtohet mbi provokime, skandale apo artificial, Gjesti ka zgjedhur të ndërtojë një tjetër lloj rruge, një rrugë që mbështetet në dashurinë për muzikën, për njerëzit dhe për autenticitetin. Ai është një model i ri i suksesit, një model që fton të rinj të besojnë tek vetja, të jenë të duruar dhe të përkushtuar pa pasur nevojën të ndërhyjnë në identitetin e tyre për të bërë përshtypje. Dhe ndoshta ky është vetëm një fillim, sepse për një artist si Gjesti që di të qëndrojë me këmbët në tokë dhe kur duartrokitjet nuk ndalen, horizonti është i pafund. Gjesti, për të gjithë ju që e kuptuat, në muajin qershor do të performoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë. Gjesti ka siguruar dhe vizën, unë kam patur një kontakt me një nga organizatorët. Gjesti do të jetë pjesë e festës së madhe në muajin qershor edhe në muajin korik. Gjesti do të udhtoj drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do të performoj fillimisht në New York. Ky ishte lajmi më i fundit rreth suksesit edhe karrierës të Gjestit.